Do mirëpresim vëllezërit tanë që ta bëjmë Shqipërinë të tonë. Çdo mbrëmje, mes qindra qytetarëve të mbledhur përballë kryeministrisë, një zë bie në sy më shumë se të tjerët. Pak muaj më parë, Luciana Kokaj ishte një qytetare e panjohur për publikun. Jeta e saj zhvillohej larg kamerave dhe larg vëmendjes mediatike. Nuk e kishte menduar kurrë se emri dhe fytyra e saj do të bëheshin pjesë e lajmeve apo do të shpërndaheshin me shpejtësi në rrjetet sociale. Gjithçka ndryshoi me betejën për pronën e familjes së saj në Rjoll. Kundërshtimi i projektit për ndërtimin e një resorti luksos që sipas banorëve cënonte tokat e tyre, e vendosi për herë të parë në vijën e parë të përballjes me institucionet. Sot, ajo është kthyer në një nga fytyrat më të njohura të protestës qytetare në kryeqytet. Unë kam mundësi të ngrej zërin këtu para kryeministrisë dhe do vazhdoj ta ngrej sa të mundem. Besoj që këtë mundësi e kanë gjithë shqiptarët dhe po të bëhemi gjithë bashkë, patjetër që do ja dalim. Por nëse betejë për Rjollin e nxorri në protest, ishte një ngjarje tjetër ajo që e bëri ta shihte kauzën e saj ndryshe. Një video e shpërndar nga protesta në Zvërnec, ku një qytetar tërhiqej zvarr gjatë një ndërhyrje policore e tronditi. Pamjet, thot ajo, nuk I lanë vend hezitimit. Të nesërmen ishte në Tiranë për të protestuar. Kam ardhur në Tiranë për të protestuar për atë djalin që u tërhor zvarr, sepse për mendimin tim nuk është thjesht një qytetar shqiptar u tërhor zvarr. Në këndvështrimin tim atyra shteti shqiptar, sepse policia e shtetit heshti, ndërkohë që bandat morën peng një qytetar dhe heshtën kur spërkaten me spraj në sy. Gjë që është pa tolerueshme për një shtet. Për Lucianën, ajo video nuk ishte thjesht një episod dhune. Në ato pamje ajo pa një shtet që sipas saj nuk po mbronte më qytetarët. Një situatë që I riktheu në mendje edhe përplasje që kishte pasur vetë me institucionet gjatë protestave në Rjoll. Mua më ka tërheq policia, më ka shtyr, më ka shoqëruar, po prapë them ka qenë shteti. Ata kanë qenë duke bërë detyrën e vet, nuk kam qenë duke ushtruar të drejtën time. Ndërsa në Zvërnec ishte diçka krejt tjetër. Aty shteti kishte rënë dhe ishte marrë komplet peng nga mafia. Dhe jam shumë e lumtur që iniciativës tonë ju bashkuan shumë qytetarë shqiptar dhe kuptuam që të gjithë ajo ishte vetëm një shkëndi, por në të vërtetë hallet tona janë shumë më shumë edhe ne kemi shumë halle që na nxjerrin në shesh. Dikush del për pronën, dikush për shëndetësinë, dikush për arsimin, dikush për mjekësinë. Indinjata asaj mbrëmjeje u kthye shpejt në organizim. Së bashku me disa aktivistë të tjerë, Luciana nisi diskutimet për të organizuar një protest përpara drejtorisë së policisë, duke kërkuar përgjegjësi për mënyrën se si ishte menaxhuar ngjarja. Në pam videon, edhe që kur pam videon atë në darkë mbasdite filluam bisedonin me disa aktivistë të tjerë që të bënim një protest para drejtorisë policisë. Me idenë që në këndvështrimin ton ajo ishte problemi. Drejtoria e policisë, sepse punojësit e asaj drejtorie nuk funksionuan, nuk e bën detyrën e vet, ata që në paguan me taksat tona për të na mbrojtur, na braktisën. Ashtu siç braktisën ato, mund braktisin necër gjithë secilin prej nesh. Protesta e thirrur fillimisht për një ngjarje të vetme, shumë shpejt mori një tjetër përmas. Në shesh nisën të bashkoheshin qytetarë me histori dhe shqetësime të ndryshme. Dikush kërkonte drejtësi për pronën, dikush fliste për shëndetësinë, të tjerë për arsimin, emigrimin apo korrupsionin. Ajo që nisi si reagim ndaj një videoje, u kthye në një protest ku secili sillte me vete arsyen e vet për të mos heshtur. Por thirrja vetëm për atë gjën, u shndërrua shumë shpejt në një thirrje për anullimin e ligjeve, për anullimin e projekteve, dhe gradualisht erdhi në një thirrje për dorëheqjet qeverisë, për madje edhe për të opozitës, sepse normalisht të gjithë qytetarët mendojnë që ata janë bashkë, edhe ata janë pengmarrësit e vërtet të shtetit shqiptar për 36 vitesh. Kështu që ishte një indinjat që besoj ka gjithë shqiptarëve, përdesa u bashkuan aq shumë në shesh, ishte indinjat e gjithëve, të merret njëri prej nesh zvarr në prezencë policisë është tmerrshëm. Luciana Koka është 33 vjeçe dhe ka lindur në Shkodër. Përpara se të bëhej një nga zërat më të njohur të protestës, ajo ishte thjesht një qytetare që, siç thot vetë, nuk ishte zgjedhur kurrë të ishte indiferente ndaj zhvillimeve në vend. Beson se ka bërë edhe gabime, por se çdo zgjedhje ka pasur të njëjtin qëllim, të kontribuojë sadopak për vendin e saj. Nuk kam qenë asnjëherë një zë I heshtur, mbase kam zgjedhur rrugët e gabuara, mbase kam besuar te njerëzit e gabuar,
por jam munduar gjithmonë që t'jap kontributin tim për të mirën e Shqipërisë. Unë kam pas mundësi të largohem nga Shqipëria që 18 vjeç dhe kam zgjedhur që të ri në Shqipëri me idenë që duhet kontribuojmë në bërjen e vendit tonë. Nga Shqipëria u largua vetëm pasi u bë nën. Ajo tregon se vendimi nuk erdhi nga dëshira për të nisur një jetë të re jashtë vendit, por nga bindja se nuk mund t'i garantonte të birit sigurinë dhe të ardhmen që dëshironte. Bashkë me bashkëshortin u vendosën në Itali, me shpresën se atje do të ndërtonin një jetë më të qetë. Në një moment caktuar kur fillova të krijoj familjen time, pash që Shqipëria tash më duke shumë e pa shpresë dhe ne vendosëm me bashkëshortin që të largohemi. U kthyem ditën që pam që po na merre ajo që ishte e jona, prona jon. Dhe jam këtu akoma sepse unë nuk e kam fituar drejtën time dhe besoj që duhet të ngrejmë të gjithë zërin, më aq mundësi sa kemi për të mirën e vendit tonë. Në qoftë se të gjithë tregohemi indiferent, kujt do ngelet Shqipëria për ta bërë, dhe në qoftë se mos unë sot kusht nesër. Pra besoj që këtë pyetje duhet t'ja bëjmë gjithë secili vetes. Pse jo unë sot të kontribuoj në bërjen e vendit tim? Prej 5 muajsh jeton sërish në Shqipëri. Sot thot se betejë e saj nuk ka të bëjë vetëm me pronën. Kthimi në vendlindje e ka bërë të rishohë edhe një herë të ardhmen që dëshiron për familjen e saj. Dua shumë që ti mbirë të arris në Shqipëri. Të arris pranë kushrimëve të vet, të arris pranë gjyshërve të vet, të arris duke folur gjuhën e tij dhe shpresoj shumë që t'ja dalim, që t'i ofroj një jetë me dinjitet, sepse kur më përpara prindit thonin që çdo gjë e bëjmë për ju, duket pak si kështu si klishe, dhe tani e kuptoj që pas kanë shumë të drejtë. Unë jam ndoshta jam vërtet 33 vjeç dhe absolutisht që jetën kemi shumë jetë përpara me ndihmën e Zotit, por që besoj shumë që sot është detyrë që t'i garantoj një jetë më të mirë tim biri. Se prandaj thras në shes, prandaj nuk dua që të drejtat e tij të merren. Duke filluar nga prona, unë dua që ai të ketë një shkollë cilësore, dua që të ketë më ditën që do jeti smurt, të kemi një spital cilësor ku shkoj dhe të marrim mjekimet. Dua gjitha këto gjë, dua që ai të mos i mohohet të drejtat e tij. Përfshirja në protest ka pasur edhe koston e saj. Gjatë muajve të fundit është shoqëruar në polici dhe është proceduar disa herë, fillimisht në Rjoll dhe më pas edhe gjatë protestave në Tiranë. Ajo tregon se përveç procedimeve, është përballur edhe me paralajmërime e tentativa për ta dekurajuar që të tërhiqej nga protestat. E proceduar jam proceduar që në Rjoll, jam shoqëruar me të padrejtë disa herë në polici. Jam proceduar dhe 3 herë për protestën e Tiranës. Kam pas edhe intimidime në polici, po që gjëra shumë vogla që nuk besoj që janë minimumi që ata mund të thonë. Ata mendojnë që po bëjnë detyrën e vet. Në polici më kanë thënë që në Shkodër, jo në Tiranë, në qoftë se vazhdoni e mendoni që mund t'ju çojë letër njoftimi atje ku jetoni dhe mund t'ju shkatrojnë jetën. Ishte këshill miqësore. Edhe një gjë tjetër që më shton është plotësojnë dokumentat që t'ju dalin kur të shkojnë për të aplikuar për vizë në ambasadë amerikane. Dhe unë me të dyja këto kam qeshur. Betejë e Lucianës nisi për tokën e saj, por sot, në shesh, ajo po lufton për të ardhmen, për ta bërë Shqipërinë një vend ku si ajo, shumë të tjerë të rikthehen për të jetuar me dinjitet në tokën e tyre.